Vazhdojmë me të tjera telefonata. I mirëpresim, koha është e juaja tani. Ne jemi në pritje të çdo pyetje që ju keni. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjojmë zonjë, bëni pyetjen tuaj. Ju lutem vetëm na dëgjoni nga telefoni që të mos kemi vonesa edhe për telefonuesit e tjerë. Çdo kush që telefonon na dëgjon nga telefoni jo nga televizori. Po. Ju lutem. E kuptova. Kam një nik 8 vjeç, edhe a di që ma zë lemsa, ma zë shumë herë në ditët. Lemza. Më dëgjoj me kujdes. Kur një njeri ka të çorientuar ose të lëvizjet e stomakut, mundet që ushqimi të ngrihet nga pjesa fundore dhe të godasi si me spërkla tavanin e stomakut. Ushqimi në këtë rast është si i thatë. Atëherë çfarë mund të bëjmë? E para, ne mund t'i bëjmë një çaj me nenegjik me mendër të butë ose mentha piperita dhe ja japim ta pi 1 deri në 2 gota në ditë. Gjithçka e ka të zgjidhur. E dyta, pra i japim thjesht ujë, ndoshta edhe me pak sodë buke, po edhe sikur thjesht ujë, ajo fillon ta lidhi ushqimin, masën, dhe ajo nuk del më kështu si ato llavat e vulkanit në fillim që të godasin gjithë pjesën e tavanit të sipër. Bëjmë këto të dyja dhe pastaj dua të qetësoj dhimbjet e stomakut. Po si i qetësojmë në këtë mënyrë? Atëherë i themi fëmijës: vepro kështu, mbushe mushkrin me ajër, mbushe, ngjishe fort, kështu. Dhe pastaj ngjesh kraharorin që të ushtrojë një shtypje mbi stomakun. Edhe kjo është një mënyrë shumë e mira, patjetër. Dhe tjetra, mund t'i themi, shiko, shtypim pak këto kapakët e syve, në mënyrë që duke shtypur këtu, ne ngacmojmë sistemi nervor që të më ndikojë drejt për së drejti në qetësimin e situatës tek stomaku. Por ndër të parat që janë është çaj me nenegjik. Ka ndoshta edhe barin e bletës edhe kështu, por nenegjikun pothuajse çdo njeri e ka në familje. Tjetër telefonat, pra dham shpjegimin se si mund të qetësojmë lemzën dhe nga se ajo shkaktohet, që është një problem i stomakut, e kemi trajtuar dhe herë të tjera në emision.